Përshëndetje TikToku. Pra, ritakojmë sërish Honda Silverwing 400 kubik viti 2010. Një nga motorat e parë të Hondës me 2 pistona, gjithmonë flas keqësia Maxi Scooter. Një motor 8 potent dhe me një konsum karburanti goxha të lartë. Më duket se ky harxhon edhe fik, po nëse gjithsesi pavarësisht kësaj, e shikojmë pra që ky motor është bërë për freksion. Freksion rryp variator, problemi i përgjithshëm që kanë skuteret në qytet. Problemi i parë ka ardhur në pjesën e brendshme të kamjes, që po ta shikoni, përmistopi i kamjes këtu i dëmtuar totalisht dhe nëpërmjet rrypit është hapur në të gjithë karterin, vaj që është në brendësi të kamjes. Është një problematikë shumë e madhe e kamjes, kryesisht të Hondës të këtij lloji modeli, Silverwingut 400, T400 dhe T600, për arsye sepse kanë një peshë shumë të madhe mbrapa si motora. Dhe janë motora GT, janë motora Gran Turismo që do të thotë që janë motora autostradash, motora për të përshkuar kilometra shumë gjata. Siç mund ta shikoni, një telajo 8 i nganduar, një motor 8 komfort, jo shumë i bukur nga pjesa e telajës, po themi, jo shumë i pëlqyer nga njerëzit, por që me një telajë tepër të madhe dhe tepër komfort në qendrim. Është një nga motorat me notën 10/10 në qendrim. Pra, e shikojmë freksionin e këtij motori bashkarisht se çfarë ka ndodhur. Shikoni, pra ky ka një freksion jo të zakonshëm nga skuteret e tjerë. E ka mbrapsht në mënyrën e montimit. Susta është e para, centrifuga është mes dhe çepat janë montuar në pjesën e mbrapsme të freksionit dhe kjo montohet kështu në këtë lloj mënyre. Pra, shikoni dhe këmbana e këtij motori, se shikoni ka krijuar një ovalitet shumë të madh në të gjithë krahat dhe është e veshur me vajin e kamës që ka dalë nga atje. Kjo ka sjell edhe shkatrimin e freksionit, gjë që ka nxjerr jashtë përdorimi dhe rrypin e këtij motori. Shikoni pra se ka një rryp të gjatë, është një rryp që është gati 1 metër 20 cm, një rryp të i gjatë. Në rastin konkret do të t'i bëjmë një remont total me pjesë malosi. Kemi këmbanën, e cila është një këmban 8 speciale. Në përbërjet materialit është me material titan, një këmban 8 e fortë që ka një rezistencë shumë të madhe kundrejt temperaturës. Rrulat e malosit që janë apostafat për këtë motor. Çepat e malosit që janë për Honda Silverwing, gjithashtu edhe me rrypin origjinal të Mitsubishi-t japonez, i cili del apostafat origjinal për këtë motor. Ndaj duhet të jeni shumë të kujdesshëm me këto motora të cilat janë për rrugë gjata, janë për autostrada, nuk janë shumë komfort për lëvizjet në qytet, për arsye sepse bëjnë shumë probleme. Faleminderit.